Adnan Selmani punësuar në PR-in e Vlenit është shoqëruesi i 3 funksionarëve të Vlenit, i cili nuk u lejuar të hynte në Shqipëri. Partitë politike ende pa marrëveshje për ndryshimet në kodin zgjedhor, vazhdojnë me akuza dhe oferta të ndryshme. Policia e Shqipërisë ka arrestuar 2 pjesëtarë të grupit Bellanoca, të cilët dyshohen për një sër veprash të rënda penale. Fakulteti Ndërtimtarisë po punon në projektimin e tunelit për rrugën Tetov-Prizren, njoftoi sot Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski. Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se takohemi me lajmet këtu në televizionin Shenja. Adnan Selmani, punësuar në PR-in e Vlenit, është shoqëruesi i 3 funksionarëve të Vlenit, i cili nuk u lejuar të hynte në Shqipëri, ndërsa në shenjë proteste bashkë me të u kthyen mbrapsht edhe deputetët Bekim Qoku dhe Adnan Azizi, si dhe zëvendës sekretari i qeverisë Hasim Murtezani. Televizioni Shenja moson ekskluzivisht emrin e personit të 4 për të cilin u bë gjithë ajo bujë në opinion për ndalesë në kufirin e Shqipërisë, ku u tha se nuk u lejuan të hyjnë në Shqipëri 3 funksionarët e Vlenit, deputetët Bekim Qoku dhe Adnan Azizi, si dhe zëvendës sekretari i qeverisë Hasim Murtezani. Bëhet fjalë për Adnan Selmanin, i punësuar në PR-in e Vlenit. Rasti fillimisht u cilësua si ndalesë e funksionarëve sepse gjoja kanë gisht në organizimin e protestave në Shqipëri, gjë që u mohuan nga autoritetet shqiptare, të cilët po ashtu konfirmuan për televizionin emrin e Selmanit, i cili që nga e mërkura mbeti enigmë për opinionin. Personi në fjalë kishte ndalesë nga shteti shqiptar që të hynë në Shqipëri, shkaqet e të cilit nuk i treguan në detaje. Pas ngjarjes, vijuan një sër reagimesh në mbështetje të 3 funksionarëve, por duke mbajtur në hije emrin e personit të 4. Përveç e 3 funksionarëve që dolën me deklarata patriotike, reagim pati edhe kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Policia e Shqipërisë një ditë më parë sqaroi se funksionarët e Vlenit janë solidarizuar me Selmanin dhe janë kthyer bashkë me të. Sipas Policisë së Shqipërisë, Selmani nuk është i vetmi që është kthyer nga kufiri, por ka edhe qindra të tjerë që nuk janë lejuar të hyjnë në Shqipëri. Ndërkaq në opinion vazhdojnë debatet dhe diskutimet rreth ndalesës në qafë të shoqëruesit të 3 funksionarëve të Vlenit, cilët ndëshejnë revolt u kthyen edhe ata nga kufiri. Ministria e Punës të Jashtme e Maqedonisë Veriut ka kërkuar informacione nga ambasada e Shqipërisë në vend, ndërsa Vleni ka mbajtur mbledhjen e kryesisë së partisë. Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë së Veriut ka kërkuar informacione nga ambasada e Shqipërisë në vend për ndalesën e zyrtarëve të partisë Vlen në kufi, kanë konfirmuar ata për mediat. Ndërsa për të njëjtën tematik ishin zhvilluar edhe një takim me përfaqësues të ambasadës. Ndalesa e koordinatorit të grupit parlamentar të Vlenit Bekim Qoku, deputetit Adnan Azizi dhe zëvendës sekretarit të përgjithshëm të qeverisë Hasim Murtezani të mërkurën në kufi, bëri që Vlen të mbante mbledhje të kryesisë së partisë. Prej saj përcjellën mesazhin se marrëdhëniet me Shqipërinë, komunikimi institucional dhe bashkëpunimi ndërshqiptar nuk guxojnë të bëhen viktime interesave të ngushta partijake. Qëndrimi ynë është i qartë, do të vazhdojmë me komunikim të përgjithshëm, dinjitoz dhe institucional me Shqipërinë, në interes të shqiptarëve, në interes të qytetarëve dhe në interes të stabilitetit në rajon, por njëkohësisht do të jemi parimor dhe të drejtë dhe nuk do të lejojmë që interesat politike të individëve të jenë më të rëndësishme se interesat e shqiptarëve. Ndërkohë, sipas njoftimit zyrtar të Policisë së Shtetit të Shqipërisë, problemi ka qenë te personi 4 që ka shoqëruar zyrtarët e RMV-s, pasi tek ai ka pasur pengesa ligjore për të hyrë në shtetin shqiptar, ndërsa zyrtarët kanë mundur të kalojnë lirshëm, por për shkak se nuk kanë mundur ta kalojnë edhe shoqëruesin e 4 të tyre, kanë zgjedhur që të kthehen në RMV dhe mos ta vazhdojnë rrugën. Ndryshimet në kodin zgjedhor vështirë se mund të realizohen deri më 15 korrik, kur edhe përfundon afati i përmbushjes së agjendës reformuese. Partitë politike kanë vazhduar herë me oferta e herë me akuza ndaj njëra tjetrës. Deputeti vëmërat të PMN-s Bojan Stojanosiu ka bërë thirrje gjitha partive opozitare që të ulen dhe të merren vesh. Ndërkaq nga LSDM thonë se nuk janë kundër të drejtës së diasporës për votuar, por janë kundër modeleve të pakontrolluara të votimit që mund të hapin hapësirë për keqpërdorime zgjedhore.
pasi ka mbetur edhe vetëm 5 ditë deri në afatin përfundimtar, përkatësisht deri më 15 korrik, kur vendi duhet të përmbushë edhe pikën e 10 të agjendës reformuese, që ka të bëjë me ndryshimet në kodin zgjedhor, ende nuk ka asnjë lëvizje konkrete në këtë drejtim. Deputeti VMRO-DPMN-s Bojan Stojanovski ju ka bërë thirrje të gjitha partive politike opozitare, duke përfshirë edhe ata deputet të Aleancës për Shqiptarët e Arben Taravarit dhe ata të Zjadin Selës, që të ulen dhe të dakordohen në lidhje me këtë çështje, duke shtuar se VMRO-DPMN do ta mbështesë çdo zgjidhje ligjore për të cilën do të bien dakord partitë opozitare. Edhe një herë u bë thirrje të ulen dhe të merren vesh. Ne do të pranojmë gjithçka që ata dakordojnë. Mjafton të realizojmë këtë qëllim dhe të mundsojmë qytetarëve tanë që jetojnë në diasporë të ushtrojnë të drejtën e votës. Ndërkaq që reagimet të mënjëhershme kanë vijuar nga partitë opozitare maqedonase. Nga LSDM thonë se nuk janë kundër të drejtës së diasporës për të votuar, por janë kundër modeleve të pakontrolluara të votimit që mund të hapin hapësirë për keqpërdorime zgjedhore. Zëdhënëse kësaj partie Bogdan Kakuzeska tha se kryeministri Hristijan Mickoski dhe VMRO-DPMN po përpiqen të mashtrojnë opinionin përmes çështjes së ndryshimeve të kodit zgjedhor dhe votimit të diasporës. Mickoski e di shumë mirë pse e shtyn këtë zgjidhje. VMRO ka histori të vjedhjes së zgjedhjeve. Para 10 vitesh pam si videj vota, si organizoheshin struktura paralele dhe si përdoreshin të gjitha mekanizmat e mundshëm për manipulim. Për ta vjedhja e parave dhe vjedhja e votave është e njëjta gjë dhe në të dy rastet bëhet fjalë për krim. Tani kur nuk u funksionojnë më skandalet e rreme dhe devijimet, përpiqen përmes kodit zgjedhor të sigurojnë një mekanizëm të ri manipulimi. Me anë të një statusi në Facebook, kanë reaguar edhe nga partia tjetër opozitare Levica, të cilët akuzojnë VMRO-DPMN se po e përdor çështjen e votimit të diasporës për interesa partijake, duke pretenduar se shpallja e diasporës si vija e vetme e kuqe lidhet me rënien e mbështetjes për partinë në pushtet. Nuk është rastësi që VMRO-DPMN e shpalli diasporën si vijën e saj të vetme të kuqe, në një kohë kur edhe anketat e saj, cilat sipas nesh financohen me para publike, tregojnë rënje të mbështetjes. Në vend që të përballet me pakënaqësi në rritje në vend, Mickoski duket se po kërkon shpëtimin politik jashtë shtetit. Kujtojmë se LSDM dhe Levica kanë paralajmëruar bllokim të ligjit me mira amandamente në kuvend. Sot bëhen 7 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës, e cila i dha fund kontestit për emrin mes Maqedonisë Veriut dhe Greqisë. Me këtë marrëveshje, vendi ndryshoi emrin në Republika Maqedonisë së Veriut, duke hapur rrugën për anëtarësimin në NATO dhe avancimin e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Edhe pas 7 vitesh, marrëveshja mbetet objekt debatesh politike me mbështetësit që e vlerësojnë si kompromis historik dhe kundërshtarët që e konsiderojnë të dëmshme për identitetin kombëtar. Sot të bëhen 7 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Prespës, një prej marrëveshjeve më të rëndësishme politike në historinë e Maqedonisë së Veriut. Më 17 qershor 2018, në fshatin Sarades të Greqisë, ish kryeministët të asaj kohe, Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras, nënshkruan marrëveshjen që i dha fund kontekstit shumëvjeçar për emrin mes së Shkupit dhe Athinës. Me këtë marrëveshje, shteti ndryshoi emrin nga Republika e Maqedonisë në Republika e Maqedonisë së Veriut, ndërsa Greqia hoqi vetëm për anëtarësimin e vendit në NATO dhe mbështeti procesin e integrimit evropian. Pas ratifikimit në parlamentet e të dy vendeve dhe ndryshimeve kushtetuese, marrëveshja e Prespës hyri në fuqi në vitin 2019. Një vit më vonë, Maqedonia e Veriut u bë anëtare e 30 e NATO-s, ndërsa në vitin 2022 nisi negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, edhe 7 vjet më vonë, marrëveshja vazhdon të mbetet temë debatesh politike në vend, përkrahësit e saj e konsiderojnë një kompromis historik që siguroi integrimin euroatlantik, ndërsa kundërshtarët gjithsesi VMRO-DPMN, që atkoh ishte në opozit e tash në qeveri, vazhdon të cilëson si një lëshim të madh në dëm të identitetit kombëtar. Madje, zyrtarët e kësaj partie, edhe pas 7 vitesh, shtetit i referon si Maqedoni dhe jo emrit origjinal Maqedonia e Veriut. Pavarësisht qëndrimeve të ndryshimeve politike, marrëveshja e Prespës mbetet një pikë kthese në historinë moderne të Maqedonisë së Veriut dhe një nga dokumentet më me ndikim në marrëdhëniet e rajonale të Ballkanit gjatë dekadës së fundit.
Vajzat 14 vjeçare që ushtruan dhunë mizoren dhe bashkëmoshatare së tyre do të përbalen me ligjin. Prokuria ka ngarkuar gjykatësin për fëmijë që të përgatis procedura për ta, ndërsa sqaruan skenën e krimit. Vajza kishte detyruar viktimën të gjunjëzohej dhe të kërkoj falje, ndërsa më pas i kishin rënë me shup lag dhe i shkulen flokët, ndërkohë dy djemi kanë ndihmuar me këshilla se si të kryen dhunë dhe kanë inqizuar ngjarjen e më pas e kanë shpërndar videon. Prokuroria ka kërkuar përgatitje të procedurave nga gjykatësi për fëmijë për vajza që ushtruan dhunë mizore ndaj bashkëmoshatare së tyre dhe për djemt që ndihmuan me këshilla se si të ushtronin dhunë dhe incizuan dhunën, ndërsa më pas e kanë shpërndar videon. Prokuroria sqaroi se dy vajza të mitura më 30 qershor në oborrin pas një qendre tregtare në Shkup, në grup kanë ushtruar dhunë mizore dhe kanë rrezikuar sigurinë e vajzës 12 vjeçare. Ndërsa shtuan se në këtë veprim ka qenë i përfshirë edhe një fëmijë, por për shkak se është 13 vjeçar nuk mund të përgjigjet penalisht. Ata e detyruan të gjunjëzojë dhe të kërkonte falje, pastaj e qelluan me shuplakë dhe i shkulën flokët. Goditjet i shkaktuan viktimës lëndime fizike dhe një ndjenjë pasigurie, kërcënime dhe frike, ju shkaktua shoqes së saj, dëshmitares së ngjarjes dhe publikut. Këto skema dhunuese u kujdesën që t'i kishin edhe të filmuara. Njëri nga djemt ndihmoi në aktet e dhunës se duke ofruar këshilla, udhëzime dhe inkurajim se si të kryhej akti. Dy djemt bën një regjistrim video të paautorizuar të aktit të dhunës pa pëlqimin e viktimës dhe duke shkelur privatësinë e saj, ata gjithashtu dërguan regjistrimin e autorëve. Prokurori publik kërkoi që gjykata të saktojë mas kujdesi gjëjësisht që këta fëmijë që kanë probleme me ligjin të mos afrohen dhe të mos kenë kontakte mes vete dhe as me viktimën. Policia shqiptare ka arrestuar 2 pjesëtar të grupit Bellanoca, të cilët dyshohen për një sër veprash të rënda penale dhe për njëjtin kishte fletarës ndërkombëtar. Siç bëhet me dije, Ministria e Brendshme përmes një operacioni policor ndërkombëtar në Durrës të Republikës së Shqipërisë kanë privuar nga liria personat me inicialet MD 26 i lindur në Shkup dhe SN 34 i lindur në Norvegji, të dy anëtarë të grupit të krimit organizuar Bellanoca, për cilët Interpoli ka lëshuar urdhër arreste ndërkombëtare për krimet vrasje, tentativ vrasje, lëndimi rënd trupor, prodhim, mbajtje dhe trafikimi paligjshëm i armëve dhe eksploziveve dhe shoqat kriminale. Gjatë arrestimit tyre tek ata u gjetën dokumente personale të falsifikuara, të cilat dyshohet se u përdorën për t'u larguar nga territori i vendit tonë dhe për t'u shmangur drejtësisë, thuhet në komunikatën e Ministrisë Brendshme. Aksioni ka qenë rezultati i bashkëpunimit disa mujor midis Policisë Maqedonisë Veriut, Shërbimit Diplomatik të Sigurisë Amerikane dhe autoriteteve të sigurisë së Republikës së Shqipërisë. Fakulteti i Ndërtimtarisë po punon në projektimin e tunelit për rrugën Tetov-Prizren. Kështu njoftoi sot Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski, i cili theksoi se ky do të jetë tuneli më i gjatë në shtet. Ndërsa për autostradën Tetov-Gostivar tha se kilometrat e para do të jenë të gatshme vitin ardhshëm, ndërsa autostrada pritet të përfundojë në vitin 2028 së bashku me Bashkimin Evropian, theksoi se po punojnë për lidhjen hekurudhore të Shkupit, Tetovës dhe Gostivarit. Për rrugën Tetov-Prizren po punohet në projektimin e tunelit, pasi ai do të jetë tuneli më i madh në shtet. Kështu përgjigj Ministri i Transportit Aleksandar Nikolovski në pyetjen se në çfarë faze është rruga Tetov-Prizren, për të cilën qeveria e RMV-s dhe e Kosovës janë dakorduar për ta ndërtuar. Ai theksoi se është i kënaqur për ecjen e dinamikës së punimeve, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për një prej projekteve më të mëdha, për të cilin pasi ta përfundojnë projektimin, tha se do ta dinë edhe vlerën e së njëjtës. Fakulteti i Ndërtimtarisë, i cili ka përfunduar me projektin bazë, flas për anën tonë të projektit, ka kërkuar informacione shtesë në pjesën e gjatësisë së tunelit dhe pikën e lidhjes. Ne ato informacione po i dorëzojmë, marr parasysh se do të ketë një tunel mjaft të gjatë, gjithsesi tuneli më i madh në shtet. Tani po punohet në projektimin e tunelit. Tunelet janë projektet më komplekse inxhinerike dhe sapo të përfundojnë projektimin e tunelit, ne do ta dimë vlerën e saktë dhe do të fillojmë të sigurojmë fonde, pas së cilës do të fillojmë punën. Kurse sa i përket punimeve në autostradën Tetov-Gostivar, ministri paralajmëroi se vitin e ardhshëm do të jenë gati kilometrat e para. Ndërsa shtoi se nëse punët shkojnë sipas dinamikës së tanishme, ajo do duhet të jetë e gatshme në vitin 2028. Ndërtimi i autostradës Tetov-Gostivar po shkon mirë. Është një autostradë që kjo qeveri e nisi. Të gjitha çështjet që lidhen me shpronësimin janë zgjidhur. Tani po zgjidhen edhe çështjet që lidhen me zhvendosjen e tubacioneve.
Nikolovski njoftoi se së bashku me Bashkimin Evropian po punohet intensivisht për dokumentacionin për lidhjen hekurudhore midis Shkupit, Tetovës dhe Gostivarit. Në shënimin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit gjenocidit të Srebrenicës të mbajtur në Kuvend, kryetari Afrim Gashi deklaroi se Srebrenica mbetet një njollë e përhershme dhe e rëndë në ndërgjegjjen e mbarnjërzimit. Gashi u shpreh se atë mëngjes u shuan mira jetë, ndërsa jeta e mira të tjerëve ndryshoi përgjithmonë. Sipas tij, Srebrenica ka mbetur në kujtesë si një prej krimeve më të rënda kundër njerëzimit dhe si dështimi më i madh i njerëzimit. Ai nënvizoi se përkujtimi i tragjedive të tilla nuk duhet të reduktohet vetëm në një ceremoni, por të shërbejë si thirrje për reflektim, drejtësi dhe përgjegjësi morale. Obligimi ynë institucional dhe moral është të kujtojmë dhe të bëjmë homazh viktimave të Srebrenicës, sepse kujtimi i tyre është një thirrje për gjithë ne, shtoi Gashi. Vazhdojmë me themi lajmet. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka deklaruar se përgjegjësia për formimin e qeverisë i takon partisë fituese të zgjedhjeve, ndërsa zgjedhja e presidentit kërkon bashkëpunimin e gjitha forcave politike që kanë siguruar ulëse në Kuvend. Pas takimit konsultativ me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, Kurti tha se biseda u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe me vullnet për t'i dhënë vendit institucione të reja. Me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza u takuam së pari në këtë raund të këtyre takimeve, meqense është subjekti i dytë nga partitë fituese në këto zgjedhje. E falenderoj kryetarin Hamza, ishte një takim konstruktiv që kaloi në atmosferë të vullnetit dhe interesimit për t'i dhënë vendit institucione të reja në përputhje me vullnetin e popullit, deklaroi Kurti. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov bëri thirrje për një zgjidhje të drejtë konfliktit midis SBA-s dhe Iranit, duke theksuar se çdo marrëveshje duhet të marrë parasysh interesat e gjitha palëve dhe jo vetëm të atyre që janë të përfshira drejt për drejt. Jo vetëm Irani, fqinjet e tij dhe Shtetet e Bashkuara, por gjitha vendet që në një mënyrë ose në një tjetër po vuajnë efektet negative të situatës aktuale në ekonominë globale, u tha Lavrov gazetarëve pas vizitës së tij në Mozambik. Ne kemi një qendrim përbashkët për zhvillimet rreth Iranit në ngushticën e Hormuzit dhe mëgjërësisht në gjirin Persik. Ne besojmë se ky konflikt sigurisht duhet zgjidhet dhe mund të përfundojë vetëm me një marrëveshje që pasqyron interesat e gjitha palëve, shtoi Lavrov. Izraeli i ka dhënë SBA-s informacione të reja të inteligjencës për cilat pretendon se tregojnë një komplot iranian për vrasjen e presidentit amerikan Donald Trump. Lajmin e përcjell The Wall Street Journal, sipas cilit ky informacion përbën një përshkallëzim të ri në përplasjen mes Washingtonit dhe Iranit. Prej vitesh, shkruan gazeta amerikane, Irani ka premtuar publikisht se do të hakmerret ndaj Trumpit për vrasjen e Qasim Sulejmanit, një general i lartë i Gardës Revolucionare Islamike e kryer gjatë mandatit të parë presidencial të Trumpit. Shefi i shtëpisë Barthi pohoi edhe vetë gjasat e një skenari të tillë, teksa la po ashtu të kuptohet se lidershipi aktual i regjimit të ajatollahëve mund të pësojë të njëjtin fat si paraardhësit nëse vazhdon me kryenësi përballjen. Sipas zyrës së kryeministit izraelit, Trumpi dhe Netanyahu zhvilluan një ditë më parë një bisedë telefonike dhe ranë dakord të vazhdojnë koordinimin mes dy vendeve. Irani dhe SBA-ja kanë shkëmbyer sulme gjatë 2 ditëve të fundit. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues, për të takuar sërish në orat 18:55 me lajmet qendrore. Mirëmbëjtje.